Ben. Dhe të bëjmë armi që kësi ato gjyshe që bënin atëre këshu. E bënin kuror gësheti. Është e vërtet. Bënin këshu. E këshu. Edhe këshu. Ishim me mod gjyshe tona, moj. E marrë vesh, edhe litnin shamin në kokë. Edhe rinin nga një javë, i mbanin flokët këshu, gëshet. Ja, bëjmë gësheta, që këshu të ri me mërat Eliana sot. Adesso ce laviamo i denti. Perché tutte le mamma si fa i capelli io mi lavo i denti. Me qenë se unë kam ko, se Eliana do ta qoj burri sot. Edhe tashun, hajde të përfitojmë, se vetëm fundjavë i shtrimne. Dentifricio ho messo, e c'è un po' d'acqua, perché sapete che io non riesco a mettere dentifricio per lavarmi subito, perché dopo mi brucia tanto, quindi per togliere troppo il gusto, per togliere come si dice, la menta, io la bagno un po' e dopo mi lavo, così non mi brucia. Sì. Anche mamma. Hai visto? Che funziona? Lavati e adesso facciamo il ok, lavato. Lavato? Sì. Bravo. Ja njërës të dashur, edhe unë flokët i shtriva, me që se pata ka, shoh si ndryshon një robi, si dita me nate. Ju uroj një ditë sa më të bukur, se unë tani do laj dhe unë i qikë dhemet, se nga mingjezi. Edhe kalofshi sa më mirë, edhe punë të mbarë. Ju uroj gjithë të mira.